Pra si që paralajmërova vetëm pak më herët, në emisionin 10 minuta me mua në studio ndodhet Arbër Ademi, antari i Këshillit të Përgjithshëm të BTI-s, me të cilin do të flasim edhe për incidentin e djeshëm në Kumanov, kur u sulmua eskorta e Bashkimit Demokratik për Integrim, e drejtuar gjithashtu nga kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti. Duhet theksuar se Arbër Ademi vjen nga Kumanova. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjatë. Paka shumë tashmë e morët vesh për çfarë do të flasim, por mua më intereson nga këndvështrimi juaj dhe si një nga palët e përfshirë në këtë incident, a mund të na thoni se çfarë ndodhi konkretisht? Para se gjithashtë më lejoni të theksoj se ne si parti politike... Vetëm do t'ju lutem diçka fillimisht, më falni që ju ndërpres. Akoma nuk ka filluar fushata parazgjedhore, shpresoj të mos ma krijoni situatën që të ndërhyr nëse aksidentalisht jepet ndonjë mesazh politik. Shumë mirë, i dim dispozitat e kodit zgjedhor, pa merak do të vazhdoj me bisedën edhe për temën për cilën jemi ftu. Më lejoni të theksoj se ne si parti politike serioze, e cila ka kapacitetet larta demokratike, e cila respekton mendimin, të drejtën e mendimit të ndryshëm, inkurajon dialogun, jemi kundër çdo lloj dhune dhe kundër çdo përdorim të forcës në artikulimin e qëndrimeve të ndryshme politike dhe jo politike. Në këtë linjë, në këtë drejtim ka qenë edhe kumtesa e partisë sime ditën e djeshme lidhur me ngjarjen në Kumanov. Unë personalisht isha aty dhe mund të dëshmoj lidhur me atë se çka ka ndodhur. Pra, tubimi i Bashkimit Demokratik për Integrim jo që ishte i mirë pritur nga qytetarët e Kumanovës, po ky tubim përfaqëson një nga takimet më të suksesshme që Bashkimi Demokratik për Integrim realizon me qytetarët e saj në çdo vend të Republikës Maqedonisë. Takimet më të suksesshme, si mund atëherë ta komentoni që ju pritën në atë mënyrë një pjesë e qytetarëve? Pa tjetër, më lejoni të theksoj se në njërin anë kemi pasur rreth 1.000 përkrahës, rreth 1.000 aktivist, në mesin e të cilëve edhe shumë intelektual të shquar dhe shumë veprimtar të shquar të çështjes kombëtare shqiptare, të cilën jo vetëm që mirë pritën zotin Ahmeti, po i shprehen edhe konsiderat të thellë për pjesëmarrjen e tij në dialogun i cili u paralajmërua të zhvillohet me qytetarët e Kumanovës. Në anën tjetër kishim një grup të vogël njerëzish të cilët tentuan që të provokojnë incident me qëllim që të nxisin reakcion nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, e me këtë tentuan që të ndikojnë që të eskalojë situata, gjë e cila nuk ndodhi. Absolutisht janë jo korrekte konkluzionet e nxjerrura a priori se zoti Ahmeti dhe zyrtar tjerë të Bashkimit Demokratik për Integrim na qenë të padëshirueshëm në qytetin e Kumanovës. Por si e shpjegoni ju këtë revolt të qytetarëve? Çfarë solli deri në këtë hap që ato e ndërmorën? Këto konkluzione janë absolutisht të pavërteta. Ne kuptojmë revoltën dhe respektojmë të drejtën e revoltës. Ne kemi shprehur keqardhje. Kush është e drejta e kësaj revolte? Çfarë e shtyu? Kemi shprehur keqardhje për tragjedinë familjare, kemi shprehur keqardhje dhe mirë kuptojmë revoltën të cilën e shprehin familjarët e atyre të cilët pësuan si rezultat i incidenteve të ndryshme, mirë po manipulimi me tragjeditë familjare, tentativa për të provokuar incidente, e më pas edhe tentativa për të eskaluar situata janë gjëra të cilët Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do t'i tolerojë. Megjithatë, në kumtesën e lëshuar nga ju nuk kishin shpëtuar më saktë pa u cekur edhe disa parti politike. Sa e mbani këtë qëndrim? Po, sigurisht se kur flas për manipulimin e tragjedive familjare, kur flas për shprehjen e revoltës nga antarë familjarëve të cilët kanë pasuar humbje si rezultat i incidenteve të ndryshme, unë këtu flas për të manipulimit të cilët i bëjnë lëvizje të reja politike, të cilët duke mos patur bazë mbështetësisht, tentojnë të provokojnë incidente dhe tentojnë që situatat e eskalojnë, ndërsa çdo tension, çdo eskalim situatës nuk është në favor të shqiptarëve, por është në favor të qarqeve të cilat nuk ja dojnë të mirën shqiptarëve. A mendoni se, si thatë pak më herët, situata nuk eskaloi, por a mendoni se mund të qetësohej akoma edhe më shumë se sa që u bë? Si që keni mund të njoftojnë edhe vetë, deri te eskalimi i situatës nuk ndodhi. Incidenti u lokalizua me disa gur të hedhur.
po vetë durimi dhe përmbajtja e Zotit Ahmeti, kryetarit Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili nuk i lejoi aktivistët, nuk lejoi sigurimin dhe policin, që të reagoj në mënyrë proporcionale ndaj reagimeve, ndaj provokimeve, ndaj tentativave për të eskaluar kjo situatë. Kontriboi shumë në qetësimin e situatës dhe mundsoi që tubimi, takimi masovik me qytetarët e Kumanovës të zhvillohet në rrugë normale, në një atmosferë mjaft produktive, impozante dhe me shumë entuziazm. Po provokimet e këtilla më lejoni të theksoj se nuk janë jo serioze. Provokimet e këtilla i konsiderojmë si mjaft serioze, janë në drejtim të përshkallëzimit të konfliktit në mes shqiptarëve, po Bashkimi Demokratik për Integrim është një parti politike serioze dhe përgjithshme dhe shumë mirë i di provokimet e këtilla, prandaj mendoj se reagimi i Zotit Ahmetin rreth të varë, po dhe i zyrtarëve tjerë. Do të më falni për mungesën e njohurisë time në këtë aspekt, ju kërkova ndjes. Është kjo situata e vetme që ju ka ndodhur diçka e tillë? Në këtë prak fushatës zgjedhore është situata e vetme, mirë, po ju e dini, Zoti Ahmeti ka qenë i goditur nga policia shtetërore në vitin 2001, ka qenë i goditur në vitin 2008, ka qenë i goditur në vitin 2008, kur u paralajmërua kasapana gjatë fushatës zgjedhore, kur u organizua dhe atentat ndaj Zotit Ahmeti. Në gjitha këto raste, po dhe në rastin e Kumanovës, populli ka qenë me të dhe populli do të vazhdoj të jetë me të. Aja është i mirëpritur nga qytetarët e Kumanovës, është biri i Kumanovës dhe se vetë kërkesa e qytetarëve të Kumanovës ka qenë që Zoti Ahmeti të merr pjesë në një takim me qytetarët, ku do të shtjelloheshin dhe u shtjelluan tema të cilët kanë qenë në interes nacional, po u shtjelluan edhe tema të cilët kanë qenë në interes lokal. Përveç qytetarët e Kumanovës. Prandaj, në organet qendrore partijake, për çdo ditë vinë kërkesa nga këshillet vendore, nga degët komunale, për të realizuar takim me Zotin Ahmeti, por edhe me zyrtarë tjerë të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI është parti politike serioze dhe ajo nuk guxon të heqë dorë nga komunikimi e rregullt me bazën e vet. Prandaj ne edhe më tutje as pak nuk jemi të inkurajuar, po dhe më tutje do të vazhdojmë me aktivitetet e tona të zakonshme në drejtim të realizimit të agendës sonë politike, ku do të vazhdojmë me dialogun politik, jo vetëm me qytetarët e Kumanovës, po me gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë. E qartë. Edhe një pyetje të fundit, duke qenë se jemi më pak se një muaj larg zgjedhjeve, tashmë po bëhen vazhdimisht apele që të parandalohet përdorimi apo tensionimi i marrëdhënieve ndëretnike, apo edhe, si themi, dhuna parazgjedhore. A mund të na thoni cili do të ishte mesazhi juaj për këtë gjë? Kuptohet se të gjithë qytetarët dhe mbar opinioni e di se Bashkimi Demokratik për Integrim, kur është në qeveri, organizon zgjedhje të cilat plotësojnë standardet ndërkombëtare, organizon zgjedhje ku nuk nxitet urrëtia, ku nuk polarizohen qëndrimet, ku nuk polarizohet opinioni në qëndrime diametralisht të kundërta, të cilat mund të prodhojnë incidente, mund të prodhojnë eskalim situatash. Apel për zgjedhje të drejta. Ne edhe më tutje mbetemi, se këtë kemi obligim. Jo vetëm ne si parti politike, po të gjitha partitë politike në Republikën e Maqedonisë e kanë për obligim që të përmbahen nga të gjitha ato veprime të cilat mund të prodhojnë situatat këtilla të palakmueshme. Mund të prodhojnë incidente edhe aq më tepër këto incidente nuk i kontribojnë frymës demokratike dhe frymës plotësimit standardeve për të pasur zgjedhje fair, të lira, kredibile. Tashmë edhe nga regjia më informojnë se këtu përfundon edhe koha e bisedës tonë. Të falenderoj që ishe pjesë e studios dhe gjithashtu ju falenderoj edhe për mesazhet që dhatë. Faleminderit edhe jush. Tashmë këtu bashkë do të përshëndetemi vetëm pas pak magazina informative në gjuhën maqedonisht. Shikim të këtu.